Të dashur shikues e veçanërisht fëmijë, sot në Kopsht e Reja kemi klasën me grup mosha 5 vjeçare. Ata do të zhvillojnë kreativitetin e tyre, duke mësuar shkronjën e parë të emrit të tyre dhe duke moduluar atë. Njëkohësisht, ata do të mësojnë edhe shkronja tjera, duke u njoftuar me shkronja dhe formën e tyre, në një qëllim duke u njohur me alfabetin. Emri jot fillon me shkronjën? R. Përveç emrit ton me R, tjetër diçka mund ta tregosh? Hajde. Fillon Rota. Rota, bravo. Tjetër? Parës që na tregove? Roshi. Hajde ti, Alba. Me A kullorea me A tjetër fillon Ania. Bravo. Vlera? Vetuve. Bravo. Genti? Me G përveç emrit ton që fillon G, Genti, diçka tjetër dish na tregosh? Çfarë? Goma? Bravo. Debora? Dora. Andi? Avion. Viola? Vler, bravo. Kenza? Kali. Aja? Avion. Avioni. Përveç avioni diçka tjetër? Aeroplani. Aeroplani, bravo. Ajani. Ilka, çka bën ti? E ngjyrosish? Çfarë ngjyrosh kjo? Pembe. Çfarë fillon me shkronjën Y? Ilberi. Ilberi, bravo. Erman, ti çka bën? E ngjyrosish? Çfarë fillon me shkronjën E? Ha? Elefant. Bravo. Ti vleron sa bukur i ke ngjyros. Çfarë fillon me shkronjën V? Vasja. Barsja, bravo. O Lorian, çfarë ngjyrosh kjo? Me portokall. E portokall. Ti çfarë fillon me shkronjën L? Luan. Bravo, dhe ti na tregove një kafsh. Ti Dardan çka bën? Ngjyrosish? Çfarë fillon me shkronjën D? Ja së prove ka. Drasa tjetër? Shumë prove ka për çfarë i mora doja. Tjetër diçka? Po e kanë gjurë. Erin, çfarë ngjyrosh kjo? Nuk e tesh. E portokall. E portokall. A do të tregosh diçka me çka fillon me shkronjën E? Kush fillon? Kjo shoqja jote si e ka emrin? Eliza. Eliza, tjetër me E? Ha? Lorian. Lori. Eliza ti? L. Çfarë fillon me shkronjën E? E. Ha? Ky shoku i si e ka emrin? Elia. Erin, me zë pak? Lorian. Erin, bravo. A më në specialist? O, Anesa, sa bukur e kanë ngjyros. Me çfarë ngjyre e ke ngjyros? Me pembe. Me çfarë fillon me shkronjën A? Ha? Ariu. Ariu, tjetër? Çfarë kemi me shkronjën A tjetër? Anesa. Emri pra fillon me shkronjën? A.
Çfarë shkronjë është kjo? Çfarë fillon me shkronjën E? Ha? Na tregosh ti çka me shkronjën E? Haj na trego. Eliza, tjetër? Kush e ka emrin Eliza? Shoqja jote? Bravo. Ha, fëmijë, ju pëlqeu? A u lodhët? Po ju pëlqeu? Pra, në kopshtin ton, fëmijët çdo ditë zhvillojnë kreativitetin e tyre. Ata çdo ditë duke shkuar e duke përsosur punën e tyre. Prandaj, le të shohim vetë se çka kanë punuar. Ermal, ti e ke përfundu? Shkronjë? Do na tregosh me çka e ke zbukuru? Hajde trego. Me letra me xixa. Me letra me xixa. Dhe me çka e ke ngjyros? Me kuqe dhe me katë dhe me portokall. Mirë, shumë bukur. Kujt ja bëjsh dhuratë këtë shkronjën? Kujt? Me zopa me të la? Babit, pra. Ti vleron, e ke përfundu shkronjën? Me qka e ke zbukuru ti shkronjën? Ha? Bati. Me qka e ke zbukuru? Me letra me xixa. Me letra me xixa. Kujt ja bëjsh ti dhurat? Mami. Ti Loriane ke përfundu? Po. Dektesh? Me qka e ke boti? Punimi? Shkronjë? E kam po me letra Me gjera dhe me letra me xixa. Kujt ja bëjsh ti dhurat këtë shkronjë? Babit. Ti Dardane ke përfundu? O, sa bukur e ka bë. Me qka e ke boti? Shkronjën? Kthe kështu? Me qka e ke... Me qka e ke bë? Me letra me xixa. Po, edhe me? Letra me? Me ngjyra. Po, tjetër qka e ke bë shkronjës? E kam gjyros. Bravo! Kujt ja bëjsh ti dhurat shkronjën tënde? Mamit. A mami, ti mami. Ti Eliza e ke përfundu? Shumë bukur e ke bë. Bravo! Me qka e ke zbukuru këtë shkronjën tënde? Ha? Bati. Edhe? I ke pre me gërshër, bravo! Kujt ja bëjsh ti dhurat këtë shkronjën tënde? Mamit, edhe ti mamit? Tjeri? Sa bukur e ka... Babit edhe mami. A, ti do ja bësh dhurat babit dhe mamit? Bate Dora? Me qka e ke bo? Me qka e ke zbukuru këtë shkronjën tënde? Me gjelbër. Po? Portokalle, me kartër, me gjelbër, me portokalle. Po, Me kartër. bravo, shumë bukur. Ti edhe babit edhe mamit, ë? Ja bësh dhurat, bravo. Ti Anesa e ke përfundu? A edhe pak. Kujt ja bësh ti dhurat këtë shkronjën tënde? Mami? Me qka e ke zbukuru? Me fleta me ngjyra. Me fleta me ngjyra. Edhe, qka e ke bo tjetër? Shkronjës tënde? Gjyros. E ke ngjyros, bravo. Ti Ema, e ke përfundu? Sa bukur e ka bë. Ti me qka? Mba shkronjën? Me qka e ke zbukuru? Me letra me xixa dhe me letra me ngjyra dhe me ruza. Edhe me ruza. Ti kujt ja bësh dhurat? Mamit. Mamit, bravo.
Fami Ylka sa bukur e ka bo shkronja? A ju pëlqen? Po! Ylka, dhe na tregojsh ti pse pikrisht e ke bo shkronjën tonë krejt ngjyra? Pse shkronja ime fillon me Y dhe është Ylberi dhe i kam bërë me ngjyra. Bravo, Stelum, shumë bukur. Po ti Ajan, si e ke zbukuruar shkronjën tënde zemër? Me letra Gjixa e E ke zbukuru? kam zbukuru me ngjyra. Shumë bukur. Dëshiron t'ja bëjsh dhurat dikujt apo do mbash për vete? T'ja bëj dhurat babit. Babit, Stelum. Po ti Kenza, çfarë ke pregadit? Si e ke bo këtë punimin, Kenza, ashtu shumë bukur? E kam bërë me Gjixa Po. edhe kam bërë me lloj ngjyra. Bravo, Stelum. Shumë e bukur. Do ja bësh ti dhurat dikujt? Po, mamit. Pse? Se përse mami e ka sot ditëlindje. Bravo, Stelum. Ja hiqë për ngjyra. Po ti Viola? Viola, sa bukur. Dhe na tregojsh si e ke bo punimin tënd? Si e ke fillu dhe si e mbarove zemën? Çka bone në fillim? Me fleta me ngjyra, dhe me fleta me Gjixa dhe me fleta me ngjyra dhe me rusa. Shumë bukur. Edhe në fund e ke ngjyros? Me çfarë ngjyre? Me ngjyrë portokale, me tende dhe me kuqe. Bravo, Stelum. Andi, po ti të shojmë Andi çfarë na ka mbaru? Sa bukur. Andi, do na tregojsh ti për shkronjën tënde? Me çfarë e ke zbukuru? Mund ta mbash pak më lart zemër? Me Kështu Andi ma. ruza, Me ruza? me fleta me ngjyra, me letra me Gjixa, me ngjyros, me kartë. Ti dëshiron t'ja bëjsh dhurat këtë shkronjën dikujt? Babit. Babit, bravo. Debora, sa bukur. Dhe na tregojsh ti Debora për zbukurimin e shkronjës tënde? Po. Na tregoj diçka, si e fillove? Çfarë bone më para? Çfarë vendove? Me letrat me Gjixa Po, pastaj? dhe me letrat me ngjyra. Dhe në fund? Dhe në fund e bëra me ruza. me ruza. Ti Bora t'ja bëjsh dhurat dikujt këtë shkronjë? Mami. Bravo, Stelum. Uaj, dhe Genti sa mire ka bo. Sa shumë na pëlqen, apo? Po. Genti, ti dhe na tregojsh si e zbukurove shkronjën tënde? E bëra me letra dhe me Gjixa. Me letra dhe me cica. Pastaj? E ngjyrose? E ngjyros. Bravo, Genti. Do ja dhurojsh këtë shkronjën dikujt? Mami. Mami. Faleminderit, Genti. Vlera, sa bukur. Të lumt Vlera. Pa shikoni sa bukur e ka bo Vlera. E ke bo bukur? Të pëlqen shkronja jote? Shumë. Dhe na tregojsh si e fillove? Çfarë bone në fillim Vlera? Me ngjyrat me letra, me ngjyrat me fletat me ngjyra. Po. Edhe pastaj e fillova me Gjixa. Bravo. Dhe këtu, çfarë ke shkruaj këtu Vlera? Emrin tënd, të lumt Vlera, shumë kreative, zemra vogël. Ja bësh dhurat dikujt? Kujt? Mami, të lumt. Wow, edhe një punim shumë i bukur. Po ti Alba sa mire ke bo. Si e bone kështu? Çfarë ke vëndu këtu? Para e vendova zemrën, pastaj këto ruzat, pastaj e fillova ta bëj une me këtë, pastaj e ngjyrosa këtë, pastaj këto, i ngjita pastaj këto, dhe këto të dyja dhe këtë. Këtu e bëre një lule, apo? Se ti je vetë si lule e bukur, apo? Edhe këtë pastaj e ngjita, edhe këtu një ujë. Edhe një uj, shumë bukur.
A ku t'ja dhurojsh kët, apo ta mbash për vete? Vlauti. Vlau, të lumë. Rona, sa mirë e ke bo, Rona. Dhe na tregojsh se si e ke bo, Rona, ti shkronja tënde? Po, ma para e ngjyrosa dhe pastaj fleta me ngjyra. Shumë bukur. Do ja dhurojsh dikur? Po, mamit. Të lumë. Fëmijë u lodhët? Jo! Po më duket se po, se keni bërë shumë punë. E madje punët më të bukura që kam parë ndonjëherë. Por, kam vendosur që si shpërblim të lozim një lojë. Të dalim jashtë dhe të lozim lojën e shpejtësisë. Si thoni? Po! Hajde një nga një jashtë. Shpejt një nga një jashtë. Fëmi, ju i dini regullat e lojës? Po! E po mirë atëherë grumbulloheni që të dëgjojni se si do fillojmë më pas. Duhet të ndajeni në 2 grupe, apo? Edhe tani, dëshironi të ndaheni si pas radhës, apo të numrojmë, si ta... Po, dubu të regoj edhe diçka. Erini edhe Alba dhe jenë atje, gjithkohën edhe di ndihmojnë se cilit garus, që ta mbushë sa më shpejt shkopin. Kush e mbushën i pari, kundrejt garusit tjetër fiton. E kuptoni këtë? Tani, mësusja Linda dhe u ndaje në 2 grupe, ndërsa unë Erinin edhe Albën dhe i dërgoj atje të shkopa, të shkopit, edhe dhe u ndihmoj juve kur dhe garoni. Fëmia që fiton del në një andej, ndërsa aj që humbën ullet këtu. U kuptum? Mirë atë. Tash Alba, ti këndej, edhe Erin, jo në kanë, edhe ti ndihmojsh dja gjatish kupton që shoku jo t'ja mbushe sa më shpejt. Ti je ka ki grup, edhe Alba ka ki grup. Nëse fiton ki grupi, ke fitu edhe ti Erin. U kuptum? Ama, jo. Viti tu ndalë, susë. Yeah!
pavarësisht të rezultatit, të gjithë jemi fitues. Po!